derë e hapur për gjithmonë. Është një derë që mund mbyllet. Dhe ky është një moment që nuk mund të humbitet për asnjë arsye në botë. Është diçka e pa imagjinueshme. Nuk e ka bërë dhe ma thonë her pas here miq në Europë, nuk e kemi parë kurrë. Nuk e kemi parë në asnjë vend dhe me asnjë vend këtë që shohim me ju që vinë ca tuajt dhe nuk lën gjë pa thënë që ky proces të mos ndodhi. Nuk asnjë. Luftë politike ka edhe edhe në shumë vende të tjera. Nuk ja kanë bërë kurrë maqedonisëve këtë punë. Kur që të shkojnë atje e thonë, shiko se atje ata në asnjë mënyrë s'duhet lejuar se është tmerr, është këtë, nuk e kanë bërë. Por ne kësaj s'kemi që bërë. Nuk kemi çaj bëjmë ne disa të paudhëve që nuk e kanë fare idenë se me ça merren. Se çfarë gjëje po tentojnë të dëmtojnë një moment ku fati i historia po i buzëqesh shqiptarëve që si ka buzëqesh ndonjëherë me thënë drejtë. Është diçka madhështore dhe është gjëja më e jashtëzakonshme që ne mund të bëjmë për fëmijët tanë. Ndërkohë që e kundërta është gjëja më dramatike. S'po them tragjike se jeta vazhdon, por më dramatike që ne mos t'ja dalim dot. Dhe sepse nëse ajo derë mbyllet, do duhen vite që të hapet prapë. Vedia e kësaj është shumë e rëndësishme për atë që kemi në jetën e përditshme me njerëzit në kafe, me njerëzit në punë, me njerëzit në rrugë. Është shumë e rëndësishme. Ndryshon gjithçka. Isha me ca student, edhe atë po i thosha,